Kandidati për kryetar komune nga Bashkimi Demokratik I Prizrenit, Zafir Berisha, thonë se ndryshimi nuk është luks, është nevojë për Prizrenin. Këtë ndryshim mund ta bësh ti me votën tënde, duke votuar më 12 tetor Bashkimin Demokratik. Objektivat tona do të jenë në përputhje me përgjegjësitë ligjore dhe kushtetuese të pushtetit lokal, të cilat do të realizohen në bashkëpunim me institucionet e tjera shtetërore për interesat e qytetarëve të Prizrenit. Investime cilësore në rrugë, trotuare, kanalizim të ujrave të zeza dhe ndriçim publik, sinjalistik rrugore, transport publik funksional e të qëndrueshëm në qytet dhe fshatra. Mbrojtja dhe promovimi I trashëgimisë kulturore të Prizrenit. Qyteti ynë ka një trashëgimi unike, historike, e cila duhet të ruhet dhe të promovohet si pjesë e identitetit qytetar. Mbrojtja dhe restaurimi I objekteve historike në bashkëpunim me ekspertë të fushave përkatëse. Rivitalizimi I hapësirave dhe programe për të rinjët, qendrave rinore si dhe trajnime profesionale, projekte kulturore e sportive, me qëllim për të rritur mundësitë që të rinjët t'i qasen më lehtë tregut të punës. Lehtësira dhe mbështetje për sipërmarrësit lokal, sidomos të sektorit të turizmit, zejtarisë dhe të teknologjisë. Krijimi I kushteve dhe mbështetja e turizmit rural dhe malor, pastrimi I lumenjeve, sidomos lumbardhit, menaxhimi I mbeturinave dhe krijimi I sistemit të riciklimit për ta bërë Prizrenin një qytet të mirëfillt ekologjik. Rritja e sipërfaqeve të gjelbërta dhe krijimi I parqeve në lagjet që kanë mungesë të tyre, krijimi I platformave digjitale për konsultim me qytetarët dhe marrja propozimeve të tyre, si dhe raportimi I rregullt për punët e kryera nga komuna, shpenzimin e buxhetit dhe projektet e realizuara.